Ndruar përshëndetje, ju përshëndesim kudo që jeni, jemi në emisionin Aktualitete, ashtu siç ju lajmëruam edhe më herët, të ftuar në studio sot kemi kryetarin e ushtrisë Zotrin Bajram Mullaku. Emision që është i sponsorizuar nga Zyra SBS në Mitrovic, në të cilin do të flasim kryesisht rreth buxhetit të komunës sonë. Zotrin Mullaku, mirë se erdhën në studion tonë. Mirë se gjetë. Faleminderit që gjatë kohët jeni pjesë e Radio Sonë dhe gjithë dëgjuesve tanë. Ju faleminderit gjithashtu dhe dëshiroj që të përshëndes gjithë dëgjuesit Radio Vicenumit, po në mënyrë të veçantë edhe stafin e Radio Vicenumit. Mirë, më shndruar fillimisht do të dëgjojmë një kronikë shumë të shkurtër rreth përgatitjes buxhetit dhe do i kthehemi kryetarit. Përgatitja vjetore e buxheteve komunale ka filluar në muajin maj dhe do të finalizohet me 30 shtator me dorëzimin e buxhetit të aprovuar në Kuvend Komunal në Ministri për Financa. Gjatë kësaj periudhe komunat janë të obliguara të mbajnë dëgjime buxhetore me qytetar për të dëgjuar zëri e tyre lidhur me kërkesat dhe prioritetet për vitet vijose. Këto dëgjime kanë për qëllim formimin e buxheteve komunale duke reflektuar nevojën dhe kërkesat e qytetarëve si dhe angazhimet e komunave për parimet e qeverisjes së mirë përmes transparencës, përgjegjshmërisë dhe pjesëmarrjes së publikut. Në këtë kontekst, Qendra Rajonale e OSBE-s në Mitrovic ka mbështetur në mënyrë aktive procesin e përgatitjes së buxheteve komunale për vitin 2014, duke promovuar përmes mediave dhe materialeve tjera promovuese rëndësinë e përfshirjes sa më të madhe të qytetarëve në këto dëgjime buxhetore. Presim që komunat si organizatore buxhetore të themelojnë një sistem të atill të përgatitjes së buxhetit komunal vjetor i cili siguron pjesëmarrje të gjerë të publikut, duke inkorporuar nevojat dhe kërkesat e tyre dhe i cili siguron parimet e qeverisjes së mirë nga ana e komunave. Mirë, dëgjuam një kronikë shkurt kryetar rreth asaj se si është bërë buxheti. Do vazhdojmë me pyetjet konkrete. Këtë vit si është zhvilluar procesi i përgatitjes së buxhetit komunal për vitin 2014? Ashtu si u tha në kronikë, pasi që kena marrë qarkuarën buxhetore për vitin 2014 në muajin e maj, ne në komunën e Vështrës në mënyrë obligative, ashtu që është e parashë ligji, kena filluar përgatitjet e kornizës afatmesme buxhetore, dhe këtë kornizë pas përgatitjes e kemi dorëzuar në Kuvendin Komunal, ashtu që është para me ligj, dhe kjo kornizë është aprovuar nga deputetët e Kuvendit Komunal. Dhe pastaj në kuptimin e procedurave ligjore është dorëzuar njëjtë në Ministrinë e Financave, kujtoj që në këtë mënyrë kena respektuar gjitha procedurat ligjore mbi buxhetin, i ligjin për buxhetin. Sa dëgjime buxhetore me publik i keni mbajtur si vjet nëse të kujtohet kryetar? Ne, ekzekutivi i komunës, pra së bashku me anëtarët e Kuvendit Komunal, në veçanti bile përfaqësues të Komitetit për Politikë dhe Financa, kena hartuar një plan veprimet për dëgjimet buxhetore me publikun në përbashkësi vendore të komunës, të cilën e kena realizuar në tërësi, dhe nga ato takimet që kanë qenë gjithsejt 10 dëgjime në përbashkësi lokale, i fundit ka qenë përmbëllës, kisha me quajt, në qytet, ku i fundit në të vërtet është obligativ me ligj, me ligjin për qeverisje lokale, që është obliguar kryetari bashkë me qeverinë e vet të dëshifroj të jap të dhëna për mënyrën e shpenzimeve për 6 muajin e parë. Ne këtë mundësi e kena shfrytzuar në takimet që kena pas me qytetarët, ku kanë qenë rreth 100 qytetarë, dhe kena ndëgjuar edhe propozimet e tyre për buxhetin e vitit të ardhshëm, që me të vërtetë ka rezultuar pozitivisht. Takimin e fundit sa të kanë qenë dikon rreth 100 qytetarë, sa ka qenë interesimi në gjitha takimet që janë bërë? Bazë të dhënave që kemë në për takimet tjera, dikon mesatare ka qenë 35 pjesëmarrës në për ato takime. Do të thotë realisht në tërë Kosovën ka mungesë pjesëmarrjes qytetarëve në këto takime? Mbase ndoshta qytetarët nuk janë shumë të interesuar, ose kanë sigurisht edhe punë personale, individuale, të familjes tyre, po tani për tani
edhe unë ndaj mendimin që mungon interesimi mjaftueshëm i qytetarëve për këto takime për planifikim buxhetit. Megjithatë, unë mendoj që ata që kanë qenë në një mënyrë kanë qenë përfaqësues të lagjeve, të interesave ndryshme të komunitetit, edhe në përfshatra, po edhe të komuniteteve ndryshme. Do të dihet se zëri i tyre merret parasysh, është shumë e rëndësishme që të marrin pjesë në takime. Gjithsesi, ne gjithmonë kemi parasysh këto dëgjimet që i bëjmë, propozimet që i jepën atë, dhe konsideroj se politikat që i bën komuna për investimet kapitale në veçanti në pjesën absolute përputhën me kërkesat e qytetarëve, sepse është plotësisht normale, jo vetëm qeveria jonë komunale, po edhe qeveri tjera lokale për interes qytetarë po veprojnë e punojnë. Prandaj investimet kapitale që bëhen nuk bëhen nikon tjetër, po bëhen në komunën tonë për shembull, dhe ato bëhen për interesat qytetarëve. Po ashtu sa kanë qenë përfshirë edhe komunitetet dhe grupet e interesave në këto procese, kryetare? Unë mendoj që në një mas të duhur, s'po them plotësisht të duhur, kanë qenë të përfshira interesat e komuniteteve. Unë s'po them veç komuniteteve pakis, po them gjitha komuniteteve. Po na këna pas takime edhe me komunitetin pakis, në veçanti me komunitetin serb për Luzh, që realisht kanë shfaq një interesim të mirë për planifikimin e buxhetit, për regionin e tyre ose vendbanimet ku jetojnë komunitetet serb, dhe do të sikur që kena marrë përpara parasysh propozimet e tyre, prapë do t'i marrëm, edhe do t'i kemi parasysh. Po. A mund të jepni ndonjë shembull ku ndonjë propozim nga qytetarët është inkorporuar në buxhet për vitin 2014, nëse veç na kujtohet? Shembuj me të vërtetë unë mendoj që mund të hipen shumë. Po edhe ne duhet të përsëris që qeveria komunale punon për interes qytetarëve. Gjitha investimet, në veçanti po përsëris investimet kapitale, po edhe ato nga mallar të shërbimet, një pjesë e mirë e tyre i dedikohen pikërisht interesit qytetar. Dhe për përmani po zam, infrastruktura rrugore, infrastruktura ujnave të zeza, po edhe infrastruktura dhe ujrave të ujtë peshëm, dhe më thonë, rrjeti i ujësjelësit, gjitha këto janë projekte që qeveria komunale deri tani ka pas parasysh edhe përputhen plotësisht edhe me kërkesat e qytetarëve. Tash na ka mbet thjesht sa i përket infrastrukturës, kem kërkesa atje ku s'kena mujt me realizuar. Në që dim edhe na pa na thonë, po them edhe vetë qytetarët fare se dim në bazë politikave që zhvillojmë edhe ku janë ato fshatra dhe cilat janë ato lagje ku mungon akoma rruga pa asfaltuar, ku mungon asfalti, që në mënyrë që me këtë politikë me vërtet e kem qëllimin që njerëzve t'ja përmirësojmë jetën, njerëz t'i largojmë nga lloj që mos ketë më llosh nëpër rrugët tona. Edhe në këtë mënyrë gjithsesi krijohet edhe mundësia përveç një jete më të mirë dhe të krijimit të bizneseve më të mirë, po gjithashtu ajo çka është më rëndësi që ne kena kushtuar shumë rëndësi investime kapitale të infrastrukturës nëpër viset rurale, nëpër fshatra, nuk ka nevojë fshatar tani të migrojnë në qytet. Dhe unë mendoj që veç është parandaluar ky një migrim i hershëm, sidomos pas luftës që kena pas drejt qytetit, tani është parandaluar. Unë kujtoj që mjaft njerëz që kanë ardhur pas luftës në qytet, tani nuk po them që po kthehen me jetuar nëpër fshatra, po s'po po kthehen me punuar atje ose me kalu vikendin nëpër fshatrat e tyre. Cilat janë tyrat e planifikuara vetanake për vitin 2014 dhe sa mund të realizohen këto tyra? Ne deri në vitin 2011 me tyrat vetanake vazhdimisht kena qëndruar mirë. Në vitin 2011 Ministria e Buxhetit realisht ka bënë një planifikim. Ne mendojmë qeveria komunale për komunën e Voshtrës i papërballueshëm. Ajo çka e ka ngrit zonën edhe në kaluarën është që Ministria e Buxhetit jo vetëm me komunën e Voshtrës pas, me një institucion lokal, as me një komunë tjetër me fjalë tjera, nuk e bën planifikimin
duke u konsultuar. Po e bën bazat të disa ligjeve rregullore që i kanë ata, dhe kujtoj që komuna jonë për një kohë shumë shkurt ju ka dyfishuar ndoshta edhe më tepër se dyfishuar planifikimi të tyre buxhetore. Ne po zëm vitin e kaluar kena pas planifikuar 1.770.000 euro, ndërsa për këtë vit për të hyra i kem planifikuar 1.600.000, vërtet për këtë vit i kem 1.550.000 euro, ndërsa për vitin e ardhshëm i kem 1.652.000 euro. Domethënë ata sikur vetë kanë pa gabimin që kanë bërë dhe tash po fillojnë të planifikojnë më pak mjetës sa që i kanë planifikuar në kaluarën. Po duhet të them që vetëm në vitin 2011 dhe vitin 2000 vërtet, vetëm 2012 s'kena mujt me realizuar të hyrat vetanake, edhe këtë 6 muajin e parë me të hyrat vetanake nuk qëndrojnë mirë. Përndryshe këta mujt e parë tash, që jenë 6 muajin e dytë, kena përmirësime pozitive. Duhet ju them edhe këtë që institucioni i komunës me të vërtet ka bërë planet veçanta të veprimit për me ngrit të hyrat vetanake. Bile kena pas përkrajnë gjë që shfrytëzoj rastin të falenderoj USAID-in nëpërmes projektit DEMI që në këtë drejtim na ndihmoi. Kena bërë një punë të mirë besoj dhe shpresoj që në të ardhmen do të ketë efekt ky planifikim. Na jepni një pasqyrë mbi planin për investimet kapitale në vitin vijues, kryetar? Për vitin vijues ne kena planifikuar që të kem një rritje të lehtë për investimet kapitale. Do të kem të planifikuar, po shpresojmë që ashtu do të jetë edhe aprovimi i buxhetit që ne kena planifikuar për investimet kapitale, dikun në vlerë për 4.112.000 euro. Po ajo që duhet të them, ne dëshëm jem detyruar në fardore që të vazhdojmë me këtë trend të ndërtimit të infrastrukturës rrugore atu në Zeza dhe të rrjetet e Ujësjellsit, por në mënyrë të veçantë që nga viti i ardhshëm e viteve të tjera pasuese jemi të orientuar, do të zhvillojmë politika që të përkushtohemi më tepër orientimit të investimeve kapitale, po besa edhe të subvencioneve për bujqësi. Dihet që komuna jonë ka tokë të pleshme, dihet që afër 7.000 hektar tokë janë në sistemin e ujitjes, çdo ditë më tepër njerëzit tanë, ata që kanë tokë, ata që mirë me punimin e tokës, po e kuptojnë se duke punuar tokën mund jetohet mirë, mund përfitohet mirë, prandaj këtë shans, këtë dhënti që na ka falë Zoti më të vërtet, ne si institucion duhet me stimuluar që të jetë në interes gjithë qytetarëve të komunës tonë. Faleminderit, do të dëgjojmë një pikë muzikore dhe do të kthehemi prapë në emision. Ftuar kemi kryetarin e ushtrisë Bajram Melaku, emision i sponsorizuar nga zyra e OSBE-s në Mitrovicë. Na dëgjoni në internet www.radiovizvicianum.com. Kthehemi prapë në emision, miq të nderuar, pasi kemi dëgjuar një pikë muzikore. Ftuar kemi kryetarin e ushtrisë Bajram Melaku, emision i sponsorizuar nga zyra e OSBE-s në Mitrovicë. Biseduam rreth buxhetit, kryetar, kthehemi pak domethënë realitetit të në qytet, janë duke u kryer disa punime. Po flasëm fillimisht për rrugën Dëshmorët e Kombit që është duke u punuar atë. Çfarë po punohet, sa do të zgjat kjo, kur do të kemi një shesh të rregulluar? Po, unë mendoj që është një projekt tepër i rëndësishëm për qytetin tonë. Ne edhe në të kaluarën kena punuar projekte që qytetarët e njohin edhe i dinë, i shohin edhe në qytet, tu përfshi këtu edhe shtratën e Lumit edhe shëtitore të ndryshme, rrugë të ndryshme, rrugë shumë lokale në Kubza kena ndërtuar gjithashtu edhe infrastrukturën toksore. Po një prej projekteve më të rëndësishme tash është realizuar është edhe ky projekti në rrugën Dëshmorët e Kombit, që do të vazhdojë pastaj në rrugën Skënderbeu deri në ndaljet e qytetit. Kjo përfshin gjithë infrastrukturën nën toksore, të përfshi edhe ujë, edhe rrymë, edhe ujë Zeza, dhe të pajiset infrastrukturën e telekomit, po zonë. Dhe me të vërtet ka me pas ndryshim, do të jetë një projekt tepër i rëndësishëm dhe i mirë për qytetin tonë. Besoj që ky projekt qytetit tonë do t'ja ndrojë pamjen për të mirë. Ajo që duhet të them që projekti është 3 vjeçar,
vitin e ardhshëm përfundon dhe këtë vit projekti do të kryhet deri aty ku është objekti profesisht i gjykatës. Kem disa probleme me disa prej qytetarëve për shkak të pronave private që kanë ndikuar ose pronave qoftë publike që janë vendosur aty këtu ndonjë kiosk, njerëzit hezitojnë me hik ato, po është një projekt që është në interes gjithë qytetarëve, po them, edhe kuvendi e ka aprovuar që të realizohet. Është një projekt që një kompani me emën e ka hartu projektin dhe është më të vërtetë në interes gjithëve. Unë i them gjithë qytetarëve që nga ky projekt të gjithë ata që kanë qasi këtë rrugë kanë me përfituar, në veçanti bizneset e vogla, qoftë edhe ato të mëdha. Mirë, po ka me qenë një projekt tepër kreativ për gjithë qytetarët e qytetit dhe të komunës tonë. Prandaj thras që gjithë në përkrajnë realizimin e këtij projekti sa më mirë është e mundshme. Po monitorohen punët aty nga komuna, po kryen punë mirë, ato çfarë po kryen? Unë mendoj që gjitha punë që po kryen deri tani mirë, ndoshta dinamika ka mujt pak më përshpejtuar me qenë, po them janë këto raste anësore që ka pak pengojnë kompaninë, edhe keni parasysh kur po duhet tash në rrjetin e ri në veçanti të sistemit ujnave zeza me inkorporue atë vjetrën, ka shumë punë, ka shumë ndoshta edhe gjëra pa planifikuar, po thumish secila familje, secila shtëpi aty do një qasje të re dhe ka me të vërtetë shumë punë aty të bëhet. Një problem vetë është edhe mungesa e ujit pjesë për komunën tonë, kryetar është përmend fabrika do të shohet si vjet. Po, fatkeqësisht ky problem po na përcjell prej para luftës. Dhe në mandatin tim e kam dhënë maksimumën, po them, sekretari komunës që të bëj diçka për me zgjidh këtë problem jetik për gjithë qytetarët, jo vetëm Vushtrisë, po edhe të komunës. Dhe ato që ku më arrit me bë për gjithë qytetarët tani nuk është e panjoftën, është e njoftën që ne kena fituar një investim relativisht të madh për ndërtimin e fabrikës të ujit. Është të ndërtuar fabrika, është një projekt 3 vjeçar të cilin e menaxhon Ministria e Buxhetit, edhe ky është viti i fundit në cilin duhet të kryhet. Unë me të vërtetë po duhet shpresoj që dinamika e punëve sipas planifikimit të projektit detaj do të realizohet, që është e planifikuar që deri në fund vitit të kryhet. Duhet të them edhe këtë fakt që unë sekretari komunës bile ku bë shumë presion, ku bë shumë përpjekje që këtë verë të kemi ujë të bollshëm, po me shumë keqare duhet t'ju them që nuk kam arrit qëllimin që të bëj presion mjaftueshëm që ky projekt realizohet në 6 muajin e parë të vitit, mirë që gjatë verës të kemi ujë të mjaftueshëm. Po tani më veç viti po kalon, është fat që këto ditë po kena shina pak më shumë se sa vitin e kaluar po zonë, dhe nuk e kem në agjendën astronom që kena pas vitin e kaluar. Megjithatë e di mirë se ka shumë lagje, ka edhe objekte të banesave të larta ku as ndonjëherë nuk më rrin ujë, kështu që s'po duam të thonë që është gjendja mirë, megjithatë është gjendja keqe, po edhe këtë vit do të i kalojmë ashtu qysh do të mundemi, sikur që kena të i kaluar deri tash, edhe jam i sigurt që vitin e ardhshëm ka me pas ujë të mjaftueshëm në mënyrë të vazhdueshme, ndoshta edhe me jo 50 vite, po me 100 vjet, sepse fabrika e re që është ndërtuar në kapacitetet e saj ka mundësi me trajtuar deri në 350 litra në sekondë, ndërsa ekspertë na thonë se për komunën në gjitha atër kur ka nevojë më shumë, nuk i nevojitet më shumë se 110 deri 120 litra në sekondë, qofse prodhohet në mënyrë të vazhdueshme, në mënyrë kontinuele. Ndërtimi i objektit të ri të komunës kryetar deri kur ka arrit? Po, me shumë keqare tash duhet edhe këtë ta konstatoj që ky objekt në cilin tash është dashur komuna vështirë në atë objekt, ka stagnuar për shkak të dotelasheve që ka kompania me Komisionin Evropian. Edhe këtë duhet ta them që komuna nuk e ka shpallë të nderën për ndërtimin e objektit, po e ka shpallë vetë Komisioni Evropian, edhe jo vetëm komunën tonë, por edhe 4 komuna tjera, domethënë 5 komuna në krejt Kosovën, edhe njëjtën gjendje i kanë, edhe në fakt i kanë gjitha objektet e komunave dhe në komuna tjera.
kompania që ka marrë me ndërtue, e thashe ka të lashe me Komisionin Evropian, nuk e dija jenë të shtyja ata me gjyq, Komisioni Evropian ka thonë që me gjithate pa marrë parasysh qoftë që është e nevojshme do të përzgjedhim një tjetër kompani, po këtë vit do të fillon vazhdimi ndërtimit të objektit, pjesa avrazh dihet që është kryer, nevojitet vetëm remetimi. Edhe pjesë anësore të oborrit të komunës. Po asfaltohet, po zgjerohet në fakt edhe rruga që vjen nga Prishtina në drejtim të Mitrovicës kryetar do të hyjë për vështre apo do të kalojë anash kjo rrugë? Projekti i cili është hartuar për ndërtimin e kësaj rruge është një projekt që ka bërë qeveria qendrore dhe është një projekt, mendoj që është një projekt i tepër i rëndësishëm dhe shumë i mirë dhe qytetin tonë e anashkalon. Dikon do të kalojë në për studimin e poshtme edhe do të del në Smërkonis, ndërsa në Dakovës fillon të lëshojat atë rrugën e vjetër. Ndërsa do të them që ne si institucion komunal më njerë këna ndërmarë apat e parë që ka me këtë pjesën tjetër që po jetë e trajtume, ne e këna hartu një projekt detaj për rregullim tash të kësaj pjesë të rrugës, e cili si mas paramasës edhe kjo po do të kushtoj relativisht shumë, do të shohim a kena mundësi me gjetë dikun në ndonjë buxhet. Dihet tashmë që pjesën e dytë kësaj rrugës Prishtinë-Mitrovicë do ta ndërtoj Emiratet e Bashkuara dhe një fond i Shteteve Arabe dhe në një takim që kanë pas ata me kërkesën e tyre në institucionin e komunës për atë une, kanë bërë ofertë që ose kje ndonjë projekt rëndësishëm mund të aplikosh të na, prandaj kom hartu këtë projekt mirë që ndoshta na jepet mundësia edhe neve nga i njëjti fond të rregullojmë tash këtë rrugën që po na mbetet, që një fardorë nëse ndërtohet ashtu që është planifikuar, thjesht bëhet një qendër e re, pastaj sidomos e bizneset nëpër qytetin tonë. Do të ndalemi pak edhe te arsimi, kryetari janë ndërtuar disa shkolla, me stadionin nuk ka më shkollë që punon me 3 turne si përpara, janë duke ndërtuar disa, do të lëshohet gjimnazi si vjet që po. E thatë mirë, në kuadër të investimeve kapitale që kena kryer deri tash, e që më të vërtet konsideroj që në shumëta, po përmeni, po zonë veç një shifër, nështë në momenti, por du të bëj me dije gjithë qytetarët e komunës tonë, se brenda 5 vite gjys deri tash kena ndërtuar 350 km rrugë të asfaltura ose në kubza. Po edhe kena ndërtuar mjaft shkolla edhe hapësina të tjera edhe për shëndetësi. Për arsimin, kur kom marrë në qeverisën e parë, ashtu që është thatë edhe ju, ka pas shkolla, sidomos qytet që kanë punu, 3 besa ka pas dhe në 4 ndrime që kanë punu, dhe tash nuk është asnjë shkollë, as fillore, as mesme që punon, as në qytet, as në përfshatra që punon më shumë se sa në ndrime. Objekti i ri që është ndërtuar për gjimnazin është një objekt tepër i rëndësishëm, tepër i mirë, dhe kalimtarë që kalojnë asaj mund të shohin këtë objekt, po me të vërtet pa hyrë rana nuk mund shihet se sa objekt funksional është, ai ka gjitha hapësirat edhe për laborator, për klasë, për ka hall sportit, ka fushë sportit, ka edhe shumë detaje tjera, shumë hapësina tjera për cilat tash nuk mund të flas. Ajo që ka ne si institucioni komunës kena pa të domosdoshme, është veç është në realizim e sipër projekti për trotuarin, për rreth asaj shkolle. Sepse dihet që kjo shkollë ndoshta se ka vendin më të mirë ku dash me qenë, ku dash ndoshta me qenë më të shetër, po në mungesë të hapësinave nuk kena mujt me prumë afër. Po do t'i krijojmë të gjitha mundësitë që më të vërtet çësia për nxënës të jetë më e lehtë në këtë shkollë. Unë kam dhënë propozojmë drejtorisë shërbime publike që në të ardhmen ta bëjnë një plan veprimet që në këtë shkollë të ketë çësia edhe në forma të tjera mendimin me autobusave ndryshme, në mënyrë që nxënësat që janë rreth ose rreth qytetit, po edhe fshatra për rreth të kenë mundësi në çësjes të orës më të lehtë deri në shkollë. E përmendet edhe vetë kryetar shëndetësinë, cilar gjendje janë shëndetësi, ka përmirësime edhe aty?
Sa i përket hapësirave, kujtoj që kena bo relativisht mirë për në shëndetësi. Unë do të jemi sinqert që kom gjetë në qysh herën e parë, kur kom marrë mandat, kom gjetë një gjendje relativisht mirë shëndetësi. Fakti që është spitali i ndërtuar për Emiratëve të Bashkuara është një lehtësim shumë i madh, jo vetëm për vështrën komunën tonë, unë kujtoj që edhe për regionin, i kanë ndihmuar jo vetëm vështres për edhe regionit, edhe do të them fjalë meritore se stafi që menaxhon spitalin me të vërtet janë të punuar mirë edhe janë të menaxhuar mirë. Dihet që ka një disiplinë aty, është edhe higjiena jashtëzakonisht mirë, ndërsa sa i përket që KMF-s dihet që kena bën një objekt 3 në qytet për qendrën kryesore të mjekësisë familjare, ai na ka ndihmuar mjaft. Unë veç kërkoj edhe prej drejtorit dhe prej gjithë stafit qendrës kryesore të mjekësisë familjare që të jenë më të disiplinuar në punë, të kryejnë secili punën që i përket, sepse të gjithë zbashku jena të punuar për vete, për interesin e qytetarëve tanë, prandaj kemi obligim qytetar, obligim edhe institucional. Edhe në këtë mënyrë duhet të punojmë gjithë zbashku edhe në sistem. Komuna ka bërë shumë që ambientit jetë më i pastër, janë mbjellë shumë droj kryetar, mirë po realisht nuk kemi një ambient shumë pastër. Kjo kompania i ka disa probleme nëse zgaboj. Shënë është një temë e gjanë. Na e përjetuam luftën, edhe vështria me të vërtet ka pas dëmtime shumë mëdha, dëme shumë mëdha në kuptimin material, po edhe njerëzor. Vetë qyteti ka qenë shumë i dëmtuar. Dhe kanë qenë shumë dëmtuar edhe fshatrat. Edhe pas lufte, pastaj kena pas një invazion sidomos të banorëve në përfshatra, pjesës rurale drejt qytetit. Dhe pas lufte njerëzit për mbijetesë kanë filluar me bizneset dhe kanë bërë qoftë edhe biznes aty ku duhet edhe ku s'duhet, kanë bërë zërpime të pronave. Edhe keni parasysh që në këto rrethona me të vërtetë edhe ambienti edhe u dëmtuar, edhe nuk ka mujtë me u menaxhuar si duhet. Me fjalë tjera kom gjetë me të vërtetë një gjendje kaos. Po i përmend disa detaje që ka kum arrit me bë që s'po them që kena bë mas ato krejt që ka duhet, nevojitet edhe shumë atë tepër. Ndërtimi i shtratit të Umësilnis, që në Trstena. Që në të kaluar ka qenë një deponi mbeturinash për krejt qytetin. Tani më nuk është sikur që ka qenë. Tani më thjesht secili qytetar mund krenohet me to. Ajo që ka nevojitet në termin ta gjenë një mënyrë qysh edhe verës të kena ujë që rrjedh në për këtë lënë, në mënyrë që duket edhe më mirë të ketë higjenë më të mirë. Tjetër, ne kena ndërtuar një shtetitore të Umësilnisa, që është vetëm fillimi asaj që ka ndroi fund edhe unë sekretare dhe që është interesi qytetarëve që edhe shtrati i Umësilnisë, sidomos në pjesën ka përballë qytetit, të ndërtohet në termë të bëhet një lumë edhe i pastër, po edhe shtetitore për gjithë qytetarët e komunës me cilën mund krenohet. Është një dhëmti natyrore që më të vërtet duhet ta shfrytëzojmë. Në termin na duhet punojmë edhe atë bukuritë t'ja dham ashtu se duhet. Shtone, gjithë dim gjithashtu edhe hapësinat e uragurit që është ka qenë. Edhe ka qenë një deponim mbeturinash. Dhe kena përdorur një metodë të dhënës koncesion. Unë s'besoj ndonjë qytetar që mund me thonë kena bëu kesh. Aty është ndryshuar gjendja, hapësina, edhe rrethurës gurit, po edhe ndërtimi tash edhe infrastrukturës për rrethurës gurës, po gjithashtu edhe i tregut atje, bashkë me qytetarën atje, pastaj edhe hapësinës në palestrën sportive që ka qenë grumbull dhejeve tjera, edhe që kena ndërtuar një stazë për sportistat asaj për me përdor për trajnimet ndryshme, gjitha këto ka dalë po e bien po ndrojnë ambientin në qytetin tonë. Unë më të vërtetë s'po them që s'ka nevojë, ka nevojë hala më shumë të bëjmë. Përmend edhe droj dekorativ që kemi mbi anë bon qytetit. Këtë rast kisha më shfrytzuar rastin të bëjnë një ftesë të gjithë qytetarët, ambientin gjithë ta ruajmë bashkë. Këta droj që kena në rrugë, droj dekorativ në për qytet, të ruajmë gjithë bashkë, edhe jo vetëm të ruajmë, po edhe të kultivojmë. T'ja qesim ka pakuja aty ku është mas afërme.
Pastaj, aty ku kena bo gjelbrime, mos ta ndotim, po ta ndihmoj gjelbrimin. Drejtoria e Shërbimeve Publike deri tash ka projekte për mirëmbajtjen e gjelbrime, për mirëmbajtjen e ambientit, truve. E di që më të vërtet ka nevojë edhe shumë më tepër. Prandaj Drejtoria e Shërbimeve ka marrë instruksionet edhe për kryetarët e komunës edhe për qeverisë komunale që të bëjë hartime të projekteve, veprimit, planet veprimit, çështë të menaxhon më mirë hapësinën në qytet që të kemi një ambient më të pastër, më të mirë. Megjithatë, po duam të rezumu që nuk e kena mirë gjendën, po është shumë më mirë se sa që ka qenë. Kryetar, kemi ardhur tek fundi, me siguri kam harruar të pyes diçka, nëse kam harruar leresh mund ta thuash apo një mesazh për qytetarët. Ajo që kisha dëshiruar të them dhe të bëj ftesë për gjithë qytetarët. Shoqë në të gjitha këto projekte që kena bë, është një realitet, nuk janë para as të kryetarit komunës, as qeverisë komunale, janë para qytetarëve, qoftë komunës, qoftë Kosovës. Ne kemi grande qeverisë, kemi edhe tyra vetanake, dhe angazhimi im maksimal ka qenë që këto tyra, qoftë grande qeveritarë, qoftë tyra vetanake, të shkojnë në vendin më të merituar. Politika që kena zhvilluar deri tash tregova që ka qenë zhvillimi i infrastrukturës, pajisja me ujë, në termen e afërt do të punojmë shumë që investimet kapitale dhe subvencionet të orientohen më tepër ka bujqësia, ashtu që thash më tepër. Mirë, po ne thirrjet çdo qytetar të kisha bë. Ka hezitime për pagimin e pagesën e tatimit pronë. Tatimi pronë është një obligativ ligjor që s'mund të ikë asnjë qytetar. Dhe kamatat dhe dënimet për ata që si paguajnë janë shumë të mëdha. Prandaj kisha bë ftesë, thirrje të qytetarë, le të paguajnë me kohë, çdo 6 muaj, sepse më të rënda kanë qenë në një moment, mas 2-3 vite, dënimet edhe komatet se sa vetë tatimin pronë. Dhe çka, ai tatim pronë më të vërtet ju kthehet në interesin e tyre. Më të vërtet unë kujtoj që unë si kryetar dhe qeveria ime deri tash ka bën me dije qytetarë që po kthehen gjitha këto në interes qytetarë. Unë me të vërtet mendoj që kena punuar relativisht mirë në përmirësimin e jetës gjithë qytetarë me infrastrukturën edhe punë tjera që në bë deri tash. Faleminderit shumë kryetar. Faleminderit që ishte pjesë e misionit tonë. Faleminderit edhe ju, duhet veç një falënderim për qendrën e rajonalit të OSB-s në Mitrovicë, se ka mbështetur në mënyrë aktive procesin e përgatitjes së buxhetit komunal për vitin 2014 dhe e dim që në këtë mënyrë ajo në vërtet ka promovuar rëndësinë e përfshirjes sa më të madhe të qytetarëve në dëgjimet buxhetore. Komuna e Voshtrisë, unë mendoj që edhe në kaluar në ka dhënë dëshmi që është transparente, edhe në këtë rast po dojna me të vërtetë me kon transparente. Bile pa modesti këtë po them që Voshtria 2 radhaze nga USAID ka fituar çmimin për transparencë dhe do të vazhdojmë këtë mënyrë se është obligim ligjor kjo. Nuk e konsideroj diçka, po e konsideroj si një punë që duhet ta kryejmë. USAID shpërblen komunën e Voshtrisë për qeverisje të mirë. Performanca e shërbimeve komunale dhe transparenca e kuvendit komunal janë fusha për të cilat shpërblet komuna e Voshtrisë. USAID përkatësisht iniciativa për komuna demokratike dhe efektive, në ceremoninë e ndarjes së shpërblimeve komunale të fondit stimulues, raundi i dytë ka prezantuar shpërblimet komunale për komunat të cilat kanë demonstruar përkushtimin më të madh për qeverisje të mirë në 3 kategori: grumbullimi të hyrave vetanake, performanca e shërbimeve komunale dhe transparenca e kuvendeve komunale. Faleminderit shumë kryetarit të Voshtrisë Bajram Ullaku, faleminderit edhe OSB-s, e falenderoj kolegun tim Nximin nga Analiz Mustafa, mirëmbëjtje dhe mirë takofshim.